Plani operacional i koduar koordinata ka arrestuar në flagrancë shtetasin AZ 55 vjeç, banues në fshatin Kut në Mallakastër, pasi kishte kultivuar bimë narkotike buz lumit Vjosa. Procedohet për shpërdorim detyre dhe kryeplaku i fshatit Kut, ku u gjetën 30 bimë narkotike cannabis sativa. Bimët narkotike asgjësohen nëpërmjet djegjes. Gjithashtu, policia e Fierit arreston në flagrancë shtetasit AH 32 vjeç banues në Patos, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Shtetasin ajo 36 vjeç banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Kurse policia e Lushnjës ka referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit LSH 36 vjeç banues në fshatin Hyzgjokaj, pasi dyshohet se ka shqetësuar nëpërmjet thirrjeve telefonike një shtetas 62 vjeçar. ML 52 vjeç gjithashtu është arrestuar banues në Lushnjë, pasi dyshohet se me vetgjyqësi ka mbyllur banesën e një 60 vjeçari sepse pretendon se është pronë e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit ESH 20 vjeç, banues në fshatin Shën e Premte, pasi dyshohet se për motive të dobta ka dëmtuar automjetin e një shtetasi 26 vjeç. SK 70 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj mbesës së tij.